Allah është në zemrën tënde. Çfarë ka në zemrën tënde? A ka në zemrën tënde dashni për Allahun që dominon gjitha dashnitë e tjera? A ka në zemrën tënde sinqeritet për hir të Allahut te barekuhu teala që dominon çdo përpjekje djallëzore për vepra sa për sy e për faqe? A ka në zemrën tënde frikë për Allahun xhallahu ala që dominon çdo frikë tjetër? Çfarë sheh Allahu në zemrën tënde? Shumë rëndësi, nga sa i sheh gjithçka, edhe zemrën tënde, edhe zemrën time, edhe zemrën e atij tjetrit. Kur para dikujt shtirësh se po e don, e po sillesh mirë, ndoshta zemër ki urrëtie, ki frikë Zotit. Nga sa Allah po e sheh kët qasje hipokrite. Prandaj jemi të sinqert, të vërtet përkushtuar në Allahu fillimisht, pastaj edhe ndaj njëri tjetrit. Nga sa Allahu xhallahu ala na sheh kudo që jemi, e sheh të jashtëmën tonë, edhe sheh të brendshmën tonë. E lutim Allahun e mënduar, o Allah i mënduar, ti që sheh çdo gjë. Po të lutemi që në zemrat tona të shohësh atë që të kënaq ty, atë që të gëzon ty, të shohësh devotshmërinë, të shohësh besimin, të shohësh frikë respektin, të shohësh shpresën e ty, të shohësh dashurinë për ty, e atë që ty të kënaqet të gëzon. O Allah, na mundëso që të gjendemi në ato vende që kur të na shohësh, të gëzohesh e të kënaqesh. Na ruaj nga çdo vend ku nëse na shën ato vende, e na gjen ato vende nuk i kënaqur. Mos leja që të gjendemi në ato vende ku derë hidhrimi yt. O Allah, na mundëso që na mjafton shikimi yt, që qetëson zemrat tona, që pushon zemrat tona, që na inkurajojmë me guxim për të vazhduar tutje përballë çfarëdo sfide, çfarëdo probleme dhe çfarëdo të lashe.